celebrojmë së bashku në këtë ditë të bukur atje përtej ekranit edhe njerë ju themi gëzuar këtë fest. Ne vazhdojmë me të ftuarit tanë në studio. Sot në studio kemi një raport babë vajzë, një raport të jetë bukur e sidomos në islam. Ne sot kemi në studio Imam Isa Aloshin, njëherët edhe kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame të Malit të Zi, së bashku me vajzën e tij e cila është studente në fakultetin e mësuesisë në Podgoricë. Ajo është Anesa Aloshi. Faleminderit që pranuat jeni së bashku me neve në studion emisionit Bajramit, njëherët gëzuar këtë festë të bukur. Mirë se na erdhët dhe gëzuar edhe një herë edhe nga unë. Faleminderit juve për ftesën. Bismillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falenderimi qoftë Allahut vetëm, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët, familjen e tij të ndershme dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Shfrytëzoj rastin edhe unë t'ju uroj festën e Bajramit juve dhe të gjithë atyre të cilët na ndjekin, ndërsa ato të cilët i kanë kalu ditët e Ramazanit në agjerim dhe ibadete. Lusim Allahun Azza wa Jall që t'ju ketë pranu dhe në këtë ditë Bajramit të kem dalë fitimtar, me të mirë, me ego të thyer, ashtu si don Allahu Xheleshanuhu prej nesh. Amin. Falënderimi takon Allahu Xheleshanuhu, krijuesit e vetëm. Selam dhe selavate qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Faleminderit shumë për ftesën dhe shfrytëzoj rastin të ju uroj të gjithëve gëzuar fitër Bajramin. Lutim Allahun Xheleshanuhu të na ketë pranuar veprat e mira gjatë këtij muaji të Ramazanit, me shpresën që ato t'i vazhdojmë edhe pas këtij muajit dhe me shpresën që të presim edhe Ramazanin tjetër. Mirë se na erdhët edhe një herë dhe gëzuar këtë festë fitër Bajramit. Jonida e bëri hyrjen apo hapjen e këtij emisioni dhe kësaj interviste shumë bukur ku e citoi dhe tha që tema për këtë emision është edhe marrëdhënia babë dhe vajzë në Islam. Për juve si një baba, si e shihni ju këtë marrëdhënie në Islam? Prindi si prind, në momentin që e gëzon Allahu Azza wa Jall me fëmijë, aqë sa është i gëzuar për këtë dhuratë nga Zoti, aqë duhet marrë dhe përgjegjësitë e veta për edukimin e kësaj dhurate të Zotit që Zoti ja dha në emanet. Pra, kur them në emanet, domethënë është një përgjegjësi e madhe, sepse duhet i kushtoj një rëndësi të madhe. Nëse dom të marrim nga shembulli i profetit, na kena Muhammedin a.s. i cili ka pas bijën e vet Fatimen, vet pejgamberi Islam e ka thirr syni i ballit, para mënoj domthon, ose me fjalët shpirt, ose me fjalët zemër, ose me fjalët ka zgjedh fjalët më të bukura për te në mënyrë që të jetë tani mos tani atë distancën prind fëmijë, por të jetë në atë relacionin si shoqëni. Domthon me keni hapur dhe çdo gjë e ka diskutuar. Të kesh një vajzë, domethënë është të ketë begatu Allahu Azza wa Jall, domthon është mirësi prit madhe zot, por të njëjtin kohë duhet me dhënë edhe hakun në edukim, sepse kena emanet për Allahut Azza wa Jall, pra nuk është vetëm të lind fëmijë dhe të rritet ashtu. Domethënë t'ja loj kohës, t'ja loj domethënë fatit vet, por duhet i përkushtohen atë çështje, domethënë në maksimum. Se po të marrim një poetin ton të rilindjes, Sami Frashin, ai ka thënë një fjalë shumë bukur. Ka thënë, nëse doni të investoni dhe të i korrni përfitimet me njëherë, millni misër. Por nëse doni të keni përfitimet e vazhdueshme, atëherë mbillni edukat. Edukata që i nepet fëmijët nuk nepet për një moment. Ajo dan, domethënë etapa, ajo dan kohë, ajo dan kohë të vazhdueshme të pandërprerme. Se po kalove një fazë, ajo kalon dhe nuk mundi më me zonë atë moshë. Pra për fëmijën është shumë e rëndësishme edhe mosha 1 vjeçare, edhe 2 vjeçare, 3 vjeçare. Jone ishte e koha ku në psikologjinë islame shpjegohet se fëmija kopjon nga prindi i vet. Pra edhe vetë sjellja e bashkëshortëve, domethënë të prindve të fëmijës, janë edukat në vete për fëmijën e vet. Kështu që lusë Allahun Azza wa Jall që këtë emanet çdo prind ta përçoj
në vendin e vetë ashtu si që kërkon Zoti prej nesh. Se sa ma tepër edukat që mbjellim, aq ma pak probleme kena, por edhe një amanet të krym për Allahut azza wa jall. Anesa, më trego si është të kesh një baba imam dhe a ndikon kjo në mënyrën se si e jeton besimin ti? Natyrisht që është një ndjenjë e veçantë. Do thoja që të kesh një baba imam, jemi afër me informacionin. Ndryshe nga ata të cilat këshillat i ndëgjojnë nëpërmjet rrjeteve sociale apo vetëm në xhami, unë kam fatin që nga fëmijëria fen ta shoh jo vetëm në mënyrën teorike, mirë por ta përjetoj atë dhe ta jetoj në praktikë të përditshme. Baba jo vetëm që është shembull në xhami dhe praktikon në xhami, mirë por edhe në shtëpi është shembull i durimit, i respektit, i përkushtimit, i forcës dhe padyshim që kjo ndikon shumë edhe te unë dhe ka ndikuar në mënyrën se si unë e kam kuptuar fen dhe se si e jetoj sot besimin tim. Sa është e rëndësishme për një baba të jetë shembull për vajzën, jo vetëm në jetën e përditshme, por edhe në besim? Si që tha dhe Anesa, si që ceku ma heret, dhe më thonë, njeriu ka detyrat ndaj vetvetes, ndaj familjes, ndaj Zotit, dhe ndaj të tjerëve. Kështu që jeta përditshme duhet të jetë në përputhje me parimet të cilët ne ka caktuar Allahu azza wa jall, çdo gjë që na kërkon Zoti prej nesh, është në të mirën tonë, në të mirën e familjes tonë, por edhe rrethit që na rrethon. Pra ajo nuk është e vështirë, ajo është diçka normale, sepse vetë Islami është i natyrshëm, nuk ka kur gjë të pa, domthon jesh natyrës së njeriu. Është një diçka përditshme, por të jesh në përputhje me atë se çka kërkon Zoti prej nesh. Të kemi durimin, të kemi sjelljen si duhet, dhe të gjejmë momentet e reflektimit për çdo gjë. Se nganjëherën këshilla duhet me gjetë kohën për më dhanë. Nëse është koha e duhur, atëherën ajo ka efektin e vet. Po këto këshilla, Anesa, që përmend babai, ke ngulitur ndonjërin prej këtyre në mendje që e ke akoma? Cila do të ishte një këshill që ke marrë nga babai që të përcjell në jetën e përditshme? Normalisht si çdo prind, unë mendoj se secili prind e këshillon shumë fëmijën e vet me këshilla të përditshme dhe të shumta. Dhe unë më shumë këshilla nga prindërit e mi, posaçërisht nga babai në këtë rast. Dhe këshillat që i marr më shumë janë ato për namazin, për durimin dhe për jetën personale normalisht. Allahu xhalla shanhu në Kur'anin famlar thot: "Limma takuluna ma lam taf'alun." Dhe mos e thoni diçka që nuk e punoni. E lidha me këtë ajet kuranor sepse dua të cekej që këshillat që unë i marr janë këshillat që babai vetë i praktikon ato. Dhe siç e ceka për namazin, pa i përmendur namazet farz dhe sunet, normalisht kjo gjë dihet, dua të përmendi namazet vullnetare që janë. Gjithmonë këshilla e babait është që fali 2 rekat namaz përpara udhëtimit. Pa marrë parasysh as udhëtimi gjatë apo udhëtimi shkurt, në mënyrë që të jetë rrugë e hajrit. Dhe fali 2 rekat namaz përpara xhumit, sepse Allahu xhalla shanhu e zbret riskun. Dhe ndryshe nga njerëzit që mërziten kur ne kërkojmë diçka nga ata, qoftë ajo diçka e vogël, Allahu xhalla shanhu thot: "A ka kush që më kërkon dhe unë të jap." Pra Allahu xhalla shanhu është i mëshirshëm dhe zbret riskun. Dhe ne duhet të jemi ata që pak edhe ta kërkojmë vetë, sepse Allahu xhalla shanhu e çon momentin, mirë por nëse ne nuk dim ta shfrytëzojmë rastin, atëherë faji është tek ne. Dhe natyrisht për jetën personale që të mos i harroj kurrë vlerat me të cilat jam rritur. E bukur kjo. Vajza juaj na tregoi disa fakte interesante dhe të mira që ju si baba i jepni, por më tregoni nga këndvështrimi juaj. Si një baba, cilat janë ato këshilla më të rëndësishme që duhet të japur një vajze? Prindi e këshillon fëmin, sepse këtë periudhën që është të rrit fëmija e tina, prindi e ka kalu. Pejgamberi alayhis salam në momentet e fundit, ose siç quhet hutbja lamtomirëse, fjalimi lamtomirëse pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka cek disa pika të cilat kanë ma kyçe në jetën e tij dhe u lënë amanet të tjerëve, besimtarëve të tjerë, në mënyrë që të jenë të përpikt ndaj atyre sendave se janë shumë e vlerë. Dhe po ti qysh ato këshilla nga hutbja lamtomirëse, çdo këshill është kryerjesht në vete, domthonë ka vlerën e vete.
edhe prindi, si prind, për vajzën e vetë, donë më të mirën. Dhe mon për fëmijën e vetë gjithmonë kërkon më të mirën dhe çka këshillon që të kujdeset për veten, që të kujdeset edhe për të tjerë, që të matët kur flet në mënyrë që mos ta shkeli dike me fjalë, mos ta rëndoj dike me fjalë. Durimi është pjesë kyçe e çdo gjëje. Nëse njeriu për momentin duron, atëherën edhe fjalën e mendon më mirë. Ajo që kretë kohën e këshillon është që mos të harroj namazin, se nëse bëhet shputje mes robit dhe Zotit, atëherë njeriu fillon edhe largohet, domthonë nga ato që e ka urdhëruar i madhi Zoti, domthonë të jetë teslimen i nështruar ndaj Allahut Azza wa Jall dhe selam në rrafshin horizontal mirë me krijesat e tjera, edhe me njerëz, por edhe me çdo gjë gjallë, domthonë edhe me një fnegull aty, edhe me një mac, edhe me një çka domthonë të jetë në shërbimin e asaj krijese, sepse është krijesë e të madhit Zot. Domthonë edhe Ramazani që kalum, këtë do më thoni ka që egun e njeriut ta shtypi pak, shpirtin ta përgatis me tepër për jetë. A shpirt i cili nga njerë bëhet i ngurt, duhet ta zbos në mënyrë që ta kuptojmë Allahun Azza wa Jall. Ai është falës, e don faljen, o Zot më fal mua. Por që të më fal Zoti mua, dua unë të fali dike. Nëse njeriu ka mritë që në ditën e Bajramit të arrijë me këtë mesazh, atëherë e ka një sinjal nga Allahu Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar ibadetet gjatë muajit të Ramazanit. Anesa, kur vendosësh hijabin, sa pate emocione dhe mbështetje ndoshta edhe nga familja, me që ne shohim dhe na treguhet që ti rrjedh nga një familje besimtarësh me babain Hoxh tashmë, dhe si të erdhi ty kjo ndjenjë? Normalisht unë kam marrur vendimin për ta vendosur mbulesën me dëshirën edhe me besimin tim të plot, pa imponim në asnjë mënyrë. Mirë, por duke, si që thatë dhe ju që rrjedh nga një familje me frymë fetare, duke u rritur në një shtëpi ku pasqyrën më të mirën e kisha nënën time me mbulesë, atëhera mua më erdhi natyrisht kjo ndjenjë dhe kjo dëshirë për ta vendosur mbulesën. E kam pasur gjithmonë mbështetje nga familja në çdo hap që unë kam marrur, pa marrë parasysh ndonjë vendim i lehtë apo i vështirë, gjithmonë kanë qenë aty për mua dhe nuk ishte si të mungonte edhe në këtë moment të veçantë të jetës time që kjo mbështetje mua më dha dhe më shumë në siguri në hapin që unë mora. Po si jeni ndjerë jo, kur vajza juaj ju tregon që vendosa baba, po mbulohem, po vendos mbulesën, cila ishte ndoshta ajo përshtypja parë, apo ajo ndjenja që morën në ato çaste? Në patjetër do të kenë qenë edhe emocionet shumë të mëdha për një baba. Shumë e vërtet, kënaqësia është në maksimum. Përveç që njeriu nin kënaqësinë e vetë, atëherën e shef edhe vetin se ka kryer një emision. Domthonë misionin të cilin e ka marrë si prind, po e dorëzoj me ndërgjegje të plotë, domthonë i shef rezultatet. Në momentin që njeriu shef rezultatet e punës vet, i shumë i kënaqur. Domthonë kjo është përgjigjja e gjitha. Emocionet janë pjesë e kësaj. Cila ishte ndoshta mosha që ke filluar t'ja prezantosh fëmijëve Islamin? Kishte një moshë caktuar apo janë rritur me atë dhe çka folme në frymën e një familje islame, ku është praktikuar Islami siç duhet dhe nuk është se keni marrë një hap? Qyre, edukimi nuk është një kohë caktuar. Aja është prej lindje e me tutje. Fëmija në një familje fetare rritet me shahadet në prehen, nëse flas kështu me këtë gjuhën popullore. Dhe fëmijës po thuj se në kohën kur arrin koha për të marrë vendimet e mëdhaja, siç është shamia është një prej vendimeve të mëdhaja, po thuj se nuk ke nevojë të thush, veç e ka kuptuar. Dhe siç e tha Anesa, ajo më tepër i ardh natyrshëm, se një ditë për ditë sa unë kam vendos me vendos shamin. Edhe ajo që vetëm pyetja parë ka qenë që i kam thonë, a ke menduar mirë, ndashta si shku hala, mendoj edhe pak atë, më tha ja, e kam vetë me dëshirën time. Unë u plotësova në atë moment,
por nuk doja që t'jetë nështë një hap i shpejtuar, domthonjë që mos ta ketë kuptuar. Domthonjë në momentin që njeriu i kupton drejt vlerat morale, domthonjë nga ana fetare, vendimet janë të lehta. Për atë duhet jo me këtë domthonjë ajeti lexo ka kuptimin e plot të asaj që në ordon Allahu Azza wa Jalla. Anisa, the dhe vetë, tha dhe babai që dëshira ishte plotësisht e jotja. Po, na tregon në aspektin e mirë, sa ka ndikuar babai? Babai edhe nëna? Po, normalisht, unë duke pas në me mbulesë, e shihja jetën e një femre të mbuluar, përditshmëria që nuk ishte ngarkesë, nuk ishte diçka siç njerëzit e marrin si diçka që e marrin mbulesën jo si forcë, por si dobësi. Unë e shihja të kundërtën, që në të kundërtën është forcë, nuk është dobësi. Dhe ligjëratat e babait normalisht nuk më mungonin, si në xhami, si në shtëpi. Dhe duke i parë këto shembuj, unë e kisha shumë më të lehtë dhe është vetëm lehtësi. A është e vështirë sot për prindërit ta ruajnë edukimin fetar tek brezi i ri dhe fëmijët, sepse me që jemi në një kohë tashmë ku është edhe koha ka marrë një farë dinamike më të madhe dhe sa është kjo më e vështirë ndoshta në kohët e sotme për ta transmetuar një edukim të mirë tek vajzat posaçërisht, por edhe tek djemtë? Në kohën që jetojmë, jeta bë më shpejt. Po. Edhe mjetet e informimit e kanë bërë veten, do të thonë që prindit duhet me kenë më kujdesshëm. Por ajo që duke isha këshillu veten dhe çdo prind të mund tjetër, do isha lidh me mesazhin e në infrashi që thash në fillim. Mos investoni në përfitime domthonjë sezonale. Investoni në përfitime të cilat janë të vazhdueshme. Ajo është edukimi, domthonjë nëse e ke marrë përballë domthonjë martesën, krijimin e familjes së ta. Duhet të gjendesh pranë, jo kur t'i kalojnë të 20-tat, por prin veçli, prin lindje. Por para se të edukosh, duhet t'jesh i edukum, sepse fëmia prin moshën 3 deri në 7 vjeçare vesh kopjon. Domthonjë nuk ke nevojë ti flasësh shumë, por ai shef sjelljet e familjes. Dhe këto janë gdhenjet e para në edukatën e atij familje. Tash psikologët thonë se nëse një fëmijë e ka kalu këtë kohë, por në momente jo të shnoshta familjare, ai mund të bëhet dietar, por mund të jetë i edukuar asnjëherë. Sepse në kohën kur është dash ta marrë edukatën, atëherë nuk i ka pas punë, domthonjë si duhet me rrjedhin. Pra duhet të qyret shumë, domthonjë edhe çdo sjellje brenda familjes, edhe mënyra se me shoqërinë që shoqënohet, që ky fëmijë të përcjell edukatë të tjetë, e jo të marrë edukatën, domthonjë jo të shnosh e ta fos në shtëpi. Pra kjo është aja për cilin njeriu duhet të jetë vigjilent, ta përcjell hap pas hapi, me dashamirësi, me këshilla, domethënë që ja don fëmijës domthonjë më të mirën, asesi domethënë se në fe nuk ka presion. Pavarësisht se si mund të interpretohet nga tjerët, Allahu Azza wa Jall ja transmeton Muhamedit alayhis salam nëpërmjet melekut Xhibril. I thot la ikrahe fi din. Nuk ka dhunë, nuk ka imponim në fe. Në fe ka dashamirësi, ka shpjegim, ka edukat. Dhe kjo edukat dë në mënyrën e edukimit. Se Allahu Azza wa Jall thot Muhamedit alayhis salam, o Muhammed, po mos të ishe i urti, nuk do të ndjekin njerëzit ty. Por dan urtësi, dan edukat në vete, ta përçosh njëherë familjen e vet. Atëherë tek rrjedhi që të rrethon, atëherë tek të tjerët. Nëse nuk jenë nga baza, këtë së në përçon të tjerët. Siç thot një dietar, një fjalë e cila del nga gjuha, marrin të veshi i tjetrit, por nuk ngulitet në zemër. Ndërsa një fjalë e cila del nga zemra, por interpretohet nga gjuha, shkon të veshi i të tjetrit dhe ngulitet në zemrën e tjetrit. Por duhet ta thush me shpirt atë që don për vete
për familjen e vetë, për të afërmit e vetë dhe të këtë tjerët. Nëse këtë nuk e ke në këtë relacion, ajo s'ban punë, mund të flasë sa dush, por Shumë e vërtet. nuk ka efektin e duan. Në këtë ditë feste, në këtë ditë Fitër Bajramit, kështu jemi duke vijuar unë, Jonida dhe koleget e tjera të mia, duke u munduar për të sjellë në ekranin e televizionit të UTA tema kushtuar kësaj ditë feste. Por juve si po kaloni këtë festë të Fitër Bajramit? Bukur shumë, me shpresë që Zotit ne ketë pranu ibadetet, është ditë gëzimi, ka bo Zotit jetë ditë gëzimi, mundohemi ta bindin veten se Zoti ne ka pranu ibadetet, duke të regu shemoj në atë të këtë tjerët, duke të regu veten me të botë, me të sinqert, me të shamirë me tjerët, se të janë sinjalet të cilët Zoti ja të regon njeriut se nëse i ke këto sinjale, atëherën mos rri ma dyshimin se ana ka pranu Zoti aja, me një ego të thyer, me zero me në masi, një në ndër të tjerët, jo një mbi të tjerët. Nëse njeri ju vendos vetin në rafshin horizontal, jam një njeri, një krijesë e Zotit, por si të tjerët, dhe Zoti me ka dhonë mision që të ndihmoj, që të përçoj këshillat e mira, me ego të zbutur, duke kënë në gjendje të fali dike, që të kërkoj për Zoti që të me falë mu. Se për ndryshe, kam tërë të thëmë Zotit, o Zot me falë mua, nëse unë nuk jam gjendje të fali dike. Nëse këto cilësi janë përmbush në ditën e Bajramit, ajo bëhet edhe herë më aksushme. Këto mesazhe përmbyllim edhe këtë intervistë bashku që e kishim në emisionin e Bajramit. Anesa, të falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe juve, imam, që ndat një shumë këshilla, jo një. Ndat shumë këshilla se si duhet të jetë një raport ideal babe vajz. Unë duke u nisur nga ajo, mora një përjetim të jetë bukur duke u nisur nga ajo që vajzat janë të lidhura jashtëzakonisht shumë me baballaret. E kam edhe një lidhje shumë të fortë me babain tim. Unë ju falenderoj shumë që përçuat një emocion të jetë bukur në studion e emisionit Bajrami sot, për te ekranit të shtëpitë shumë besimtarve që janë stacionuar para ekranit tonë. Ne ju falenderojmë edhe njëherë, falenderojmë edhe shikuesit atje që rinë të stacionuar këtë fest përpara ekranit të televizionit të UTA, duke vazhduar të treguar besimin që kanë ndaj televizionit tonë. Ne nuk do ju zhgënjim, gjatë gjithë ditës sot do të kemi intervistat shumëta edhe materiale nga tereni. Vazhdoni të jeni të stacionuar me televizionin tonë.